nuk ka prova që të mbështesin fajësinë asnjërin prej pikave të akuzës kundër zotit Selimi. Duhet të shpallet pafajësia dhe prandaj nuk mund të flitet për masë dënimi. Megjithatë, nëse trupi gjykues arrin në fazën e masës së dënimit, pala do të flasë lidhur me kërkesën e jashtëzakonshme të prokurorisë. Prokuroria kërkon 25 vite për cilësinë e të akuzuar, duke u bazuar në rregullin 163.4, duke dhe me një masdënimi të përbashkët, duke trajtuar totalitetin e pretenduar si të sjellë si justifikim. Edhe në alternativë, kërkesa e prokurorisë është shproporcionale dhe pa precedent në rrethanat e kësaj çështje që nuk është provuar. Një dënim 45 vjeçar praktikisht është dënim me jetë, ky nuk është proporcional, është një dënim simbolik që shfaqet si një masdënimi. Dosja përfundimtare e ZPS-s ka 24 impakte të viktimave dhe dëmi i përshkruar tregon një dëm të cilin nuk do ta kishte pësuar asnjë person. Megjithatë, asnjë prej këtij dëmi nuk të çon tek zoti Selimi. Vetmi rast kur përmendet zoti Selimi është në dëshminë e dëshmitarit W04-644. Dhe kjo përmendje e shkurtër nuk ka të bëjë me dhunë keqëtartie apo në një formë të dëmit, por përkundrazi dëshmitari përshkruan se si e ka parë zotin Selimi që ketë ardhur në një xhip dhe ta ketë shoqëruar vjerrin e dëshmitarit nga kjo skenë pa patur asnjë pretendim të një abuzimi